Është arrestuar mbrëm në Kumanov Toni Trajkovski. Arrestimi i tij është bërë nga inspektor civil shqiptar, ndërsa prangat janë vënë në hyrje të një restoranti në këtë qytet. Rreth orës 21 Trajkovski është parë duke u futur në një restorant në qytet, ku edhe është ndeshur me inspektorët shqiptar. Raportohet se punonjësit shqiptar në sektorin e punëve të brendshme në Kumanov ka 2 ditë që kanë identifikuar Trajkovskin si njëri nga 4 personat që kanë rrahur rënd deputetin Ziadin Sela, megjithse i njëjti nuk ishte i kapshëm për arrestim. Megjithatë, përkundër identifikimit të sigurt, punonjës maqedonas të stacionit policor në Kumanov janë munduar që ta vënë në dyshim pjesëmarrjen e Trajkovskit në sulmin ndaj Selës. Nga ana tjetër, siç thon zyrtar të policisë këmbëngulës, kanë qenë policët shqiptar të cilët nuk kanë lejuar lirimin e Trajkovskit, ndërsa të njëjtin e kanë mbyllur në paraburgim 24 orësh, derisa sot pritet ta nisin drejt Shkupit. Toni Trajkovski është i njohur si mbështetës i flakti VMRO DPMN-s. Para prokurorisë themelore publike sot u tubua një grup qytetarësh që, siç thanë, të japin mbështetje për personat e arrestuar pas ngjarjeve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Ata njerëz nuk duhet të arrestohen sepse janë patriot, të cilët 65 ditë çdo ditë qetë dhe me dinjitet dolën në rrugët e Maqedonisë dhe të qytetit të Shkupit me qëllim të mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë, që është shteti të gjithë qytetarëve dhe është multietnik dhe jo shtet që do të jetë dygjuesor dhe binacional. Qindra mijëra qytetarë në diasporë dhe tek ne nuk do të lejojnë që Maqedonia të ekzistojë, për shkak se prokuroria themelore publike këtu, por edhe deri te i gjithë opinioni maqedonas dhe botror, apelojmë se ata njerëz duhet të lirohen menjëherë, deklaroi Kliment Stojlov, printi njërit nga personat e arrestuar.